Shiko, Spaku për fatin e tij të keq u fut në një situatë kompleksi, kompleksoi mazhoranca sepse qëlloi që arrestoi zotin Veliaj dhe pati një tension midis Spakut dhe qeverisë, sidomos kryeministri bëri disa deklarata dhe unë nuk është se prisja që Spaku të godiste para datës zgjedhjeve, sepse kishte këtë ishte në këtë kompleks faji dhe e para dhe e dyta do të dukej sikur futej në mënyrë aktive në fushën e lojës. Po hyri aktivisht, pra. Goditi forcat që shqetësojnë pas. Nuk, dakord. Dhe mos të futesh ishte vetëm disa, prit pak, ishin vetëm disa sinjale, po nuk është se bëri arrestime. Se ju ndonjë nga PS-ja, më. Po pra, po. Mjafton e bën një nga PD-ja, një nga PSD-ja, dy nga PS-ja. Nuk është se bëri arrestime. Thjesht u dhan disa, jo. Ka arrestuar. Ai PSD-s është ndaluar. Ka arrestuar. U ndaluar? Po. Ai në Fier. Në Fier. Në Fier, po. Po mirë më një bënde se bënde dhe ditën e zgjedhjeve burri i kryetares i deputetes Laç, po. Jo, ajo është tjetër. Po them Fier ka do para 11 maj. Pra, nuk është se prisja që të bënte goditje para ditës zgjedhjeve.